Pastiçoja me petë është një recetë që duhet ta provoni patjetër. Kërkon pak kohë, por shija e saj do t'ju shpërblej për çdo minutë të kaluar në kuzhinë. Duket si byrek, por brenda ka një surprizë të mrekullueshme. Mund ta përgatisni me petë të gatshme për të kursyer kohë. Provojeni me kima ose me perime, por sot do flasim për recetën klasike. Përbërësit janë të thjeshtë: miell, vaj ulliri, krip, gjalp, vezë, qumësh, djath dhe makaronat tuaja të preferuara. Filloni me përgatitjen e brumit duke e punuar mirë derisa të formoni një masë të butë. Pas një ore pushimi, hapni petët dhe lyeni me gjalp dhe vaj. Gatoni makaronat dhe përgatisni mbushjen me vezë dhe djath. Më pas, kombinoni makaronat me masën e vezëve dhe vendosni në tavë. Mbyllni me petën e dytë dhe lyeni anët me gjalp. Piqni në furrë derisa të marrë ngjyrë të artë dhe mbushja të jetë mpiksur. Pastiçoja juaj është gati për t'u shijuar.